Dhe miq të dashur, ja ku jemi bashkë me Katerinën, pak më vonë se zakonisht, po jemi takuar. Atëherë mirëmëngjes edhe nga ana ime të dashur Anvisa, ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj këtu me njëherë te këndi joni gatimit për pa recetat që do përcjellim për juve sot. Siç e shikoni, neve sot do të përgatisim brokoli, domethënë qofte me brokoli, të cilën do ta shoqërojmë me një oriz basmati. Dhe fillojmë menjëherë me orizin basmati sepse këtu kam vendosur, nëse do të kemi 1 filxhan oriz basmati, do të kemi 2 filxhan nëse do të kemi 1-2 filxhan ujë. Po, 1-2, raporti 1-2, si në pjesën më të madhe të përgatitjes së recetave që duan oriz, pavarësisht varianteve të orizit që ju zgjidhni nga kompania të huta, orizin gold apo alternativat e tjera që i pat para pak sekondash në ekran, njëra më e mirë se tjetra për gatime të ndryshme në varësi të recetave dhe të shijes që ju doni të shtoni në familjet tuaja. Atëherë të dashur Anvisa, për orizin basmati dua të them që pasi e kemi larë mirë, derisa të pastrohet uji të bëhet i bardhë, vendosim një tenxhere, kësaj radhe do ta sjell të zier sepse e kam sjell edhe të skuqur, kështu që do ta bëj të zier për të përfituar, domethënë, atë aromën dhe shijen e mirë. Unë do të shtoj këtu brenda rozmarin. Do të shtoj një cip limoni, 2 gjeza dafin. Shumë mirë. Do t'i hedhë një copës gjalp, edhe kripa. Edhe kripa. Dhe do t'i lëmë të gjitha aty së bashku. Do t'a përzim, do mbulojmë me kapak në temperaturë mesatare dhe do t'a kemi gati. Shumë mirë. Fillimisht bëjmë një përzierje, pastaj do t'a lëmë në qetësi derisa orizi të na bëhet të zihet dhe të gati. Të oriz ne do ta shoqërojmë me qofte. Po. Ta ulim pak këtu. Dhe qoftet me se do t'i përgatisim, t'i themi pak? Në rregull, i tham përbërësit që hodhëm brenda për të aromatizuar dhe për ta sjellë akoma edhe më të shijshëm orizin ton. Sigurisht që ka një aromë të mirë vetë orizi basmat, por këto i japin një ekstra shije. Atëherë, meqense neve sot do të përgatisim qofte me brokoli, të cilat siç e shikoni, unë i kam zier kështu me gjithë pjesën e degzave, sepse edhe këto konsumohen. Me thënë shijohen dhe janë shumë të mira edhe të shijshme. I marim këtë pjesën e luleve, e hedhim në enë kështu si kam vepruar unë, i kam bërë gati sepse duhet të harim edhe kohën që të na bëhen gati. I shtypim. Orizin. Po më thuaj. Brokolin thjesht e kemi zier, pa krip pa gjë. Thjesht pa gjë. Domethënë do të vendosim ujin të valojt, do të hedhim brokolin brenda, nuk do vendosim kapak, prandaj kam dhe këtë jeshillëkun kështu në pjesën e gjetheve, edhe siç e pat, edhe pjesën e brokolit është jeshil. Nëse do të vendosni kapak, ajo përsëri do të marrë atë ngjyrën, domethënë do të nxjihet. Pa, e kuptoj. Gjë që nuk është e bukur as për syrin. Nuk është e bukur as për syrin, sigurisht që ikin dhe ato vlerat ushqimore që kam thënë gjithmonë. Tani këtu, unë do të shtoj gjizë, marr një lugë tjetër, sepse s'do të më duhet e gjitha. Okej. Kemi shtuar gjizën. Për masën që kam, do të shtoj bukë ose dhe galet, të e përzini ju. Bukën e kemi vendosur në ujë, siç bëjmë gjithmonë kur përgatisim qofte, edhe qofte të tjera. Me qenë se ishte një bukë shumë, do me thënë që se ka këtë koren e shumë të erët, e hedhë të gjithën, hedhë edhe vezën. Vezën vital që ne përdorim në përditshmërinë tonë, në të gjitha gatimet, apo duke e konsumuar edhe në formën e saj. Edhe piper. Më të thjesht, të zier, apo omlet, siç themi gjithmonë. Edhe krip. Një përzierje të mirë të gjitha këtyre përbërësve, shikojmë dhe bëjmë qofte pastaj, topsa. Okej. Pra, paralelisht jemi duke përgatitur 2 gatime. Kemi vendosur orizin basmati, të cilin Kati sot ka menduar të na e sjell të zier, pra nuk kemi bërë atë skuqjen e orizit për të, siç bëjmë zakonisht në përgatitjen kryesisht të pilafit, por i kemi vendosur në raportin 1-2 në një tenxhere, pasi uji ka zier, kemi shtuar orizin, disa degëza rozmarin, dafin, cip limoni dhe një kubik prej gjalpi. Tani, këto nuk do t'i skuqim, do t'i vendosim. Lutem Anil, mund të hapësh pak vajin? Vaj, s'kemi vaj tjetër të hapur, jo. Vajin e lule diellit, vajin gold, që përdoret për të gjitha gatimet.
Do t'i bëjmë kështu topsa, Ja, vetëm një moment, se ishte... të rumbullak. Sa do, më thuaj vetë? Ta hap me furç? Po. Se sikur se hodha mirë të hapur. Okej, faleminderit. Ja, Vetëm. i vendosim kështu. Dhe këto, Po? jemi kujdesur tani për pjesën e furrës, do t'i lëmë do me thënë rreth 10-15 minuta, nuk ka nevojë do me thënë për më shumë, sepse mbasi do t'i pjekim, neve do të përgatisim një salcë me domate, me hudhra, me rigon, dhe nëse doni mund të shtoni edhe një mix erzash për t'i dhënë një aromë tjetër. Okej, pra qoftet ne do t'i pjekim. Nuk është një alternativ qoftesh që mund të skuqen. Jo, Okej, pra në këtë rast duhet me se zbën të piqen. edhe më të shëndetshme bëhen. Po, jo, thash ndonjëherë e ke parasysh kur duam t'i bëjmë më shpejt? Po, në rregull, po Zgjedhim këtë tigane. lloj qofte është më mirë që t'i pjekim. Okej. Atëherë edhe një do të vendosim këtu. Juve Vendosim edhe një. sigurisht në shtëpi do të bëni atë, si thua, masat që unë ju kam dhënë, t'i bëni A pak të më shohim tepër. masat, se ne si kemi parë ende. Të shohim pak në masat e përbërësve që Katarina ka sjellë në recetën e qofteve me brokoli, salcë domatesh dhe oriz. 2 brokoli, të cilët janë zier, ju i pa që i kishim gati, 200 gram gjiz, 2 vez, 2 lugë galet ose 2 feta buk, majdanoz, vaj, kri piper, 2 filxhan me domate pure, 2 thelpinj hudhra, rigon dhe 2 filxhan oriz. Kjo është receta e plot, pra ku janë të dyja, edhe përgatitja e orizit, edhe e salcës, edhe e qofteve. Atëherë pasi kemi bërë gati, do të hedhim nga pak vaj, Po, që të ndihmojmë edhe skuqen, pjekjen. pjekjen. Dhe i vendosim në furrë, Okej, kështu siç janë. shumë mirë. Atëherë, në furrë do të duhet të qëndrojnë rreth 15 minuta. Ne do t'i lëm ajsa do të kemi kohën tonë, e kemi vendosur besoj pak më të lartë temperaturën, apo? Po, Okej. ndërkohë do të shmang këtu pjesën e orizit, dhe do të vendosim aty një tigan ku do të përgatisim salcën. Do me thënë do të Salca. zihet salca. Okej. Salca me hudhra, me pure domatesh, edhe me erza. Tani, anvisat si pas dëshirës, nëse duan mund të shtojnë pak gjallë për t'i dhënë një aromë, nëse me qënëse do të përdorim këtë vajin, Okej. do t'i hedhim edhe pak gjallë, të shkrin të marrin të aromën, dhe me njerë do të shtojmë tani këtu brënda domatin të cilën e kam kthyer në trajt pure, një 2 thelpinj hudhër, unë do t'i hedh kështu të plot të hudhra, do hedh 3-4, me thënë thjesht që të më nxjerrin aromën e tyre, nuk dua që të ashtu, dhe në fund se cili ati që i pëlqen mund ta shijojt, me thënë dhe ta përdori të plot hudhrën, se ka dhe që duam thjesht të marrim një aromë të lehtë të Ata që e hudhrës, bezdis... pjesa e hudhrës. Kështu që nëse hedhim kështu në këtë trajt, nuk kemi problem, nxjerrin atë aromën e hudhrës, aq sa duhet. Mundet edhe t'i shtypni, nëse doni që t'i japi akoma dhe më tepër, por unë kisha 2, odha 3, kështu që do t'jetë... Do ndihet nuk ka aroma, nevojë po. që Të shtojmë më heqim shumë se sa tokën, kaq. Mirë, jemi në vazhdimsi të gatimeve për sot. Në fakt kohën e kemi të reduktuar dhe edhe pse në plan ka të kishte për ta bërë edhe një bukë. një bukë të sheshtë që e cila bëhet Do qëndrojmë të buka, do ta bëjmë thua ti. me qënë se sa të në bëjë salsa gati, nuk e di si jemi në kohë. Ne kemi edhe 5 minuta kohë që është e vërteta nga ky moment, kështu që Të hedhim salsën. merremi me salcën. Bukën do ta sjellim ndoshta një ditë tjetër, edhe pse bën pjesë tek ato recetat shumë të mira që e di që shijojnë shumë në shtëpi ku përgatiten bukët. Megjithatë ajo që ne u themi vazhdimisht është se alternativat për të bërë një bukë më të mirë se sa ajo e furrës ju e keni, s'ka si gjëja e bërë me duart e tua, dhe pa diskutim që në rastin e bukës apo të gjitha recetave të tjera me bazë brumi, ajo që ka rëndësi të veçantë për te formulës së përgatitjes është mielli që ne zgjedhim. Ndaj ne përgatisim gjithçka me mielin Ola nga kompania Atlas, ashtu sikurse kemi bërë dhe me këtë bukë këtu që shisa ka ardhur. Është bërë një bukë shumë e mirë, është si thua është dyfishuar masa e brumit, është një brum që bëhet me përmasat që neve kemi vendosur në tabela aty, do me thënë nëse do të kemi 6 filxhan miell, do të kemi 2 filxhan dhe pak ujë, atë e shikoni gjatë të përpunimit të brumit. Unë këtu faktikisht e kam bërë me një lugë
maja, një lugë të supës maja, një lugë tahini, sepse është një bukë e veçantë, faktikisht nuk është ajo buka e zakonshme, do të jetë një bukë e sheshtë që bëhet me susam. Nuk do ta lëm pa si këtë lloj buke, sepse vërtet është diçka e veçantë, është një bukë karakteristike që bëhet për ditën e verës, do të thënë ditën e verës në Greqi për shembull. Vërtet atje ka kështu. Ndoshta edhe këtu mund të si traditë këtë lloj buke dhe është një bukë shumë e mirë dhe bëhet shumë e shijshme. Ka më shumë bazë susami që do të jetë në gjithë pjesën e jashtme. Bëhet krokante nga ana e jashtme dhe bëhet shumë e butë në brendësi. Tani ne kemi fatin që duam sot do ta mbarojmë ne, pavarësisht se do jemi në transmetimin dhe do ta shijojmë. Ne do ta bëjmë se nuk do ta çojmë brumin, nuk do ta lëm që të shkojë dëm, por dua të them këtë që këto lloj mielrash të kompanisë Atlas janë kaq të mira që duket brumi është sa ka ardhur, është mbushur ta. Nuk është se po bëjmë ne ndonjë gjë, japim ndonjë talent, por talentin e bën vetë produkti që neve kemi. Dhe atë që them gjithmonë, produktet janë ato që bëjnë diferencën në gatimet tona. Mirë, ne zonjave i premtojmë që javën që vjen do ta bëjmë të bukën edhe një herë për ju, sepse sot për shkak të ngjarjeve edhe zhvillimeve që ka informacioni na është reduktuar disi koha, por do të gjejmë kohën ditët në vazhdim sepse jemi këtu çdo ditë për t'i sjellë të gjitha këto recetat e shijshme. Ashtu si që bënë diferencën edhe kjo oriz basmat, që si që shikoni, në momentin që neve odhën ka filluar që të kryoj dhe ato vrimzat dhe në moment që është bërë dhe me thënë me këto, neve duhet me pa tjetër të heqim kapakun dhe të vendosim të lutem Anil, më jepë një pecet, vendos ato pecet me se aty nuk na dojtë pa. Këto, mund të heqim se kjo është embulluar me qese. Është embulluar me qese aty dhe kështu që nuk ka nevoj. Kështu që në momentin që është bërë gati nuk vonon kjo. Është një oriz që bëhet shumë shpejt. Thjesht neve të kemi salcën gati, atje do të na abonoj pak, sepse duhet zjerë salca e domates. Tani që të përfitojmë, do me thënë, orizin, ta hapi më mirë se... Do embulluar me një pecet. Pasi ka përfunduar, embulojmë me pecet për të tërhequr ato avujt e tepërt dhe e kemi gati një oriz të shkrifët, të shishëm, dhe me ato përbërësit që ne hodhëm brenda me cipën, me lëkurën e limonit, me rozmarin, me dafin, i dham një ekstra shije. Edhe sigurisht edhe një copës gjallë. Tani, të shojmë të për pjesën e këtyre, dhe me thënë të kjo është problemi. I salcës, këtë kemi një qikë problem, sa të marri val. Kjo duhet të zije i mirë, të aromatizohet, ndërkohë që duhet të shtojmë edhe rigon. Ndërkohë në furrë kemi vendosur qoftet që përgatitëm pak më parë, të cilat në 2 minutë që në fundit ne do t'i nxjerrim, por do t'a shohim kohën në vazhdim, meqense kemi edhe pak në ky moment. Tani, unë mendoj që të bëj, do me thënë, ta kem gati pilafin, ta servir. Ta kem gati dhe tjetë në momentin fundit që duhet të thënë dhe procedura, në momentin që fillon që të zjej salca, se domate është të zjej, do të shtojmë brenda qoftet këtu, 1-2 minuta me salcën dhe kemi gati pasaj për të serviru bashkë me pilafin. Filloju servir pilafin. Pra një recetë e cila vjen me 3 hapa, por që të gjitha së bashku shijojnë shumë. Pra orizin basmati e sollëm të aromatizuar me rozmarin, me gjethe dafine, me shijen e gjalpit, pak këskrit, me lëkurën e limonit, dhe vetë orizit do të ketë një shije të veçantë. Qoftet janë bërë me brokoli, me gjiz, me vez, ju e pat pas pak në recetë dhe ne i kemi vendosur në furrë për të pjekur. Pasi të piqen, do të bashkohen me salcën, me domate, me hudhra dhe me gjalp, dhe me nene gjik që është duke u përgatitur. E hedhë në këtë manera Anil, se të shojnë dhe ambisat, që sa i shkrifët është bërë, sa i ka rritur, do me thënë, vëllimin kokra, dhe është atë që tash gjithë që them, që kjo është një oriz që të nderon, dhe është shumë i shishëm, është shumë i veçantë. E vërtet. Edhe me aromën e ti karakteristike, por neve i shtuam edhe më tepër aromën me pjesën e... Shumë mirë. Tani kjo nuk është për një person, është si thuash një kup. Për më shumë. Për më shumë. Mirë, po ne këtu i shërbejmë pak më ndryshe që dhe të dallohen mirë. Po, që të dallohen mirë. Në ekran ju i dinë racionet tuaja pastaj. Kati na ka thënë duhet i ham të gjitha, por me racione. Po. Të gjitha nga pak. Nga të gjitha. Që të kemi një trup të shëndetshëm, duhet të kemi, do me thënë që të kemi mundësin të konsumojmë nga të gjitha, edhe me racione të vogla.
gjithmonë të ngrihemi nga tryeza jonë të pangopur. Ashtu, dhe një tjetër sekret që kam lexuar apo dëgjuar ndoshta edhe nga nutricionistët në studio nuk e mbaj mend, është fakti që zgjidhni pjata dhe tasa të vegjël në shtëpi. Mos vini tasa të mëdhenj ose pjata të mëdha, se tendenca është që ne t'i mbushim deri në fund, si dini të vogla dhe kështu pranon pak racion aty brenda. Sidomos nëna tona dikur na i mbushnin shumë se donin domethënë të na kënaqnin. Kanë qenë ca pjata me vizë. Viza. Donin të na kënaqnin edhe na jepnin më tepër se ç'duhej. Tani ta marr këtë Si këtu. gjithmonë, si mamat. Dhe për nuk vete ka. mundësisht mos hanin fare. Po. Ose çfarë të pron. Çfarë tepron, Gjithmonë janë të gjithmonë. ngopura, mamat nuk i Gjithmonë. hahet asnjëherë. Atëherë, vetëm me kujdes, Kati, se tava do t'jetë goxha e nxehtë. Është e nxehtë faktikisht. Aha, sa të bukura u bën këto? Bëjnë shumë të mira, bëjnë shumë të shijshme. Si thuash, zvendësojmë edhe mishin, ndryshojmë edhe mënyrën e të ngrënit. Po. Jo që është shumë e gjithmonë të nevojshme. njëjta dhe të njëjta. Nuk është se u bën plotësisht, sepse siç e pat me I hoqëm pak më neve shpejt. i po. hoqëm. Në ekran e keni recetën tani, pra qofte me brokoli, salcë domatesh dhe oriz, keni gjithë përbërësit aty, edhe të salcës, edhe të Po, orizit. ndërkohë që doja të thoja Anil Po. që këtë për shembull salcën, siç e kishim, e hidhnim tek tava, e lënim edhe një 5 minutë tjetër, 10 minutë në fund, edhe kishim tavë pastaj. Me kuptoj. O njërën o tjetrën. Ose shtem qoftet në tigan, Do ose lënja që dy shtem kështu jeshile salcën. që ti kem për dekor edhe do t'i marrim, do t'i servirim. Tani nuk ka nevojë, domate freskët është ajo, gjë që bëhet shumë shpejt. Okej. E këndshma. Këtë variant të qofteve, pra nëse ka njerëz që nuk është se e preferojnë brokolin, ose duan ta bëjnë me perime të tjera, mund ta zgjedhim? Si formul, po them? Pra në vend të brokolit të shtojmë, ku Po, unë, bëjnë me spinaq bëjnë me këto. spinaq. Ky momenti i servirjes është kështu heshtje. Të gjithë presim. Të gjithë presin të shohin Të çfarë po shohim se del në ç'po na del fund. në fund. Por edhe salca është bërë shumë e mirë, edhe mirë. na jep edhe këtë aromën e mirë. E morëm dhe me këtë lugën. Po s'ka që, si në shtëpi. Besoj se është mjaftueshëm. Aq mjaftueshëm sa ishte momenti që Të thamë që këtë tavësin e kemi për më shumë se sa një persona, mos u trëmni që e kemi mbushur kështu. Dhe pastaj në pjatën e vetë, secili do marrë një qofte. Një lugë oriz. një qofte. Edhe të hedhim edhe pak djathë. Okej, tani në fund fare, 1 minutë kohë kemi, fiks për të shtuar edhe djathin kaçkavall të grirë. Nëse ju ndodhet, mund t'i shtoni sepse vërtet i shkon Po, shkon edhe me na orizin. e plotson edhe më tepër pjatën tonë. Pra kjo ishte Të lumshin duart, të lumshin duart. Përfundom atë që thash që të salcën Aroma dihet dhe është shkëlqyer. Ti nuk i shtove asnjë thelpi hudhër aty, domethënë pjata jote nuk duhet të ketë hudhër. Prandaj aty e shton vetëm për aromë. Po, ne e vendosim këtu thjesht për aromë, ndërsa ju në Okej. shtëpi mund ta shtypni, mund ta grini dhe ta hidhni brenda, vendosni Nëse juve doni si të të nxjehet më doni. shumë. Tjetër pastaj, Okej, po. pjesën e këtyre, domethënë të brokolit, edhe mund ta bëni sallat me pak uthull, me vaj ulliri uthull dhe ta servini bashkë me këto qoftet, ose mund t'i shtoni akoma edhe këtu të grirat e pjesa e salcës. Këtë e vendosni vetë juve, por edhe kështu sallat, sepse ju thash që në fillim fare këto gjithësat jeshile konsumohen, domethënë janë të ngrënshme, komplet pjesa e kësaj. Por kur do ta vendosni për të zier, nëse doni që të konsumoni dhe pjesën e kërcellit, do ta vendosni veçmas, domethënë sepse kjo ka nevojë të zihet pak më tepër. Se sa, Të presim pjesën e parë, që mos na prishen lulet. Pra. sepse lulja do shumë pak ashtu. Për të zier? Heqim pjesën e luleve dhe këto i lëm edhe pak më tepër. Jo E gjethet, kuptoj, gjethet e bëhen kuptoj. shumë shpejt edhe këto. Po. Ndërsa pjesën e kërcellit, që edhe ky është i ngrënshëm, e lëni pak më tepër në temperaturë, domethënë të sobës Ja, për të zier. kështu. E mësuam dhe një gjë të re, brokoli nuk e çojmë dëm. Ashtu top siç është, ja konsumojmë të gjitha. Po, Lule, sigurisht, gjethet, sigurisht. kërcellit. Madje ka kalcium brenda dhe Më vjen është keq që mbaruam kaq shpejt se e di që kemi gjëra të tjera për të ndarë, po do të shihemi përsëri në mëngjeset tona në Villa 24. Unë të falenderoj të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne, nga unë Katerina Miropa.
pafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur, ju bëft mirë, mos hezitoni ti përgatisni familjet tuaja, se vërtet do ngelin shumë të kënaqur. Do ta lëm një moment tjetër pjesën e bukës, sepse vërtet është një bukë interesante dhe shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Ndaj dhe ju duhet ta ndiqni çdo ditë për të mos humbur asgjë që Kati mendon me shumë kreativitet dhe shumë shije për ta sjellë në Villa 24. Ndahemi nga kuzhina.